Mira më kur kam ardhë këtu, i kam pasë se janë vend mrejna. Gjysma e deleve, ose ma pak se gjysma? Ma pak se gjysë, kishin me të... Tjera pjesë ti kam vjetë? Tjetra pjesë, e pasë se edhe u vërtetua se janë vjedhme. Në vend se të ishte një natë e qetë për të moshuarin Nazemin Sulejmani nga fshati Grushin, ajo është shndruar në Makth. Mes emocionesh tregon ngjarjen e 2 ditëve më parë, të orës 3:15 të mëngjesit, kur persona ende të pa identifikuar kanë hyrë në pronën e tij dhe kanë vjedhur 82 krerë dele, pasuri kryesore nga e cila siguronte bukën e gojës. Shti 74, 77, ta shkejti. A ke pas 200 para një viti? As viti jo, po 4 muaj ka. Para 4 muajve ke pas 200? Po, tash vetëm me 7. Katastrofë më ka më, kjo është. Se di, këto pa shpirt, njerë, pa kur një farë, asë jo fetare, po asë njerëzore, sa shkjo. Me bon, që ka qdam me bon. Kjo, të kishtë tonë bërma për qef, një kishtë janë dhonë, më të ke fundit, mas miri që ashtë, se sa që këtë me më bon. I lodhur dhe i dëshpruar, Blektori Sulejmani tregon se kjo nuk është vjedhja e parë e baktisë së tij. Pasi një vit më parë i kanë vjedhur 13 dele, një muaj më parë 6 të tjera, ndërsa për vjedhje në 82 deleve, ngjarja është regjistruar edhe nga kamerat e sigurisë së një fqinji, ku shihen qartë 2 persona duke i kaluar delet e vjedhura afër shtëpisë, ndërsa rastin e ka denoncuar edhe në polici. Më kanë si vjetë para 2 muajve, vjetë mi kanë morë 13 copa. Vjetë. E ke paraqitur rastin? Jo, pse jam bon të shimë mos kanë humbë, mos i kanë angër e gërsira, por që këtë rast mu e vërtetova se janë njerëz të punu. Po, në bas kamerave e ke pasë? Po, mes mos të shkon kamera, nashta edhe une sun kishna folë, mo pse dishim edhe nashta edhe vetë isha bon, se ka të vjedhme, amo si shna i sigurt. Ata në bas kamera, njerës shifën të qudhend, ashtu qetë, edhe atërë mo jam i sigurt se janë vjeta. Dëmi sipas blektorit Nazemin Sulejmani kalon mbi 27.000 euro, ndërsa pret nga Ministria e Punëve të Brendshme që sa më shpejt të gjenden fajtorët. I ka marrë, inspektori ka marrë, ja kam shlu ato në nasit, qështu që i pritim përgjigje. Edhe i lutna Ministrit pak përnoje, nuk kam vishë rastem shumë, po ka raste, ama une vetëm me këto mirën edhe mi ka putë shpresët e jetës mi ka kërë. Nga Ministria e Punëve të Brendshme presin përgjigje lidhur me atë se çfarë është ndërmarrë në lidhje me identifikimin e autorëve.